A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin, paqja qoftë mbi dërgumin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Është kënaqësi e veçantë që ta përjetojmë këtë festë, e cila është festë e gjithë muslimanëve dhe gjithë njerëzve në përgjithësi, të cilët e besojnë Zotin, dhe ne duhet sigurisht që ta adhurojmë Zotin dhe që jemi pe atyre që thot Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazim, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë për Zotin. Të gjithë kontribuesve që kanë kontribuar në prerjen e kurbanit, në angazhimin e kurbanit, Zoti u shpërbleft me të mira inshallah, dhe i dhash gjithat të mira në këtë botë, në botën tjetër, siç çdo vit në faqen Islami dhe shkenca dhe në faqet tona në internet kemi bërë donacionet dhe Zoti u shpërbleft, mishi do të shpërndahet dhe me literaturë islame së bashku. Unë jam një vëlla juaj, Imam Arbi Berisha, ligjëratat tona e keni në internet. Ju faleminderit edhe një herë, Zoti ju shpërbleft edhe gëzuar edhe me hajër festa Kurban Bayramit. Zoti ju shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në fshatin Mujan, dhe thotë jemi dita Kurban Bayramit, dhe thotë pas faljes namazit Bayramit, tash do të prejmë kurbane këtu, fal ndihmës besimtarëve që kemi qitë edhe në faqen Islami dhe shkenca lindje perëndim. Inshallah tash do t'i thejmë disa kurbana këtu, siç përsheni tash, domthonë vetëm sa kem filluar prerjen e tyre. Edhe ju falenderoj gjithë ata të cilët kanë shprehë dëshirën me ndihmu për me prerë domethënë kurbane, me çuni sunet në vend, sepse Kurban Bayrami domethënë e ka atë do thot adhurimin e vet që me bë kurban për Zotin, sepse nuk shkon as mishi as gjaku, por bindja dhe adhurimi dhe Zotit, sepse Zoti thotë në Kur'an, Kul inna salati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pra thuaj, namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime, çdo gjë është për Zotin. Unë jam një vëlla juaj, Imam Arbi Berisha, ligjëratat tona i keni kudo në internet. Jemi këtu me disa vllazëni musliman, duke për kurbanin. Zoti ju paguft me të mirat e juaja. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit. Wa aleikum selam. Vlera dhe rëndësia e kurbanit për Allahun. Kurbani është një nga adhurimet më të mëdha në Islam, një akt i pastër devotshmërie dhe bindje ndaj Allahut. Ai nuk është vetëm një ritual i jashtëm, por një përjetim i thellë shpirtëror që lidh zemrën e besimtarit me krijuesin e tij. Përmes kurbanit besimtari dëshmon se është i gatshëm të sakrifikojë nga ajo që ka më të dashur, vetëm për hir të Allahut. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin famlart: Fesalli li rabbike wanhar. Prandaj falu për Zotin tënd dhe bëj kurban. Surja Keuther, ajeti 2. Ky ajet tregon qartë se kurbani është një formë adhurimi e lidhur drejt për drejt me namazin, dy nga shtyllat kryesore të afrimit me Allahun. Kul inna salati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun. Ky ajet tregon qartë pra se sa e rëndësishme është adhurimi për Allahun dhe kurbani për Allahun. Një nga momentet më madhështore që shpjegon rëndësinë e kurbanit është historia e pejgamberit Ibrahim, paqja qoftë mbi të, dhe djalit e tij Ismailit, paqja qoftë mbi të. Allahu e spërvoi Ibrahimin me një provë shumë të rëndë, duke urdhëruar të sakrifikonte djalin e tij. Ai nuk hezitoi, por ju bind plotësisht urdhrit të Allahut. Allahu thot: Kur të dy ju dorëzuan urdhrit të Allahut dhe ai e shtriu atë me fytyrë për tokë, ne e thirrëm: O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrrën. Surja Safat 103-105. Kjo ngjarje madhështore na mëson se Allahu nuk kërkon gjakun apo mishin, por sinqeritetin dhe devotshmërinë, siç thuhet në Kur'an. Tek Allahu nuk arrin as mishi as gjaku i tyre, por tek ai arrin devotshmëria juaj. Surja El-Hajj 37. Kurbani është një mjet për pastrimin e zemrës nga kopratësia dhe egoizmi. Ai na mëson të japim nga ajo që duam dhe të kujtojmë se çdo gjë që kemi është amanet nga Allahu. Në një botë ku materializmi po dominon, kurbani na rikthen tek vlerat e sakrificës dhe solidaritetit. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, ka thënë: Nuk ka vepër që e bën biri Ademit ditën e Kurban Bayramit më të dashur tek Allahu se sa kurbani. Transmeton Imam Tirmidhiu. Ky hadith tregon qartë pozitën e lartë që ka kurbani tek Allahu
dhe rëndësinë e këtij adhurimi për çdo besimtar që ka mundësi ta kryej. Një tjetër dimension i rëndësishëm i qurbanit është ai social. Islami na mëson që mishi i qurbanit të ndahet në mënyrë të drejtë për familjet nevojë, për të afërmit dhe për të varfrit, të sëmurët, jetimet, bonjakët. Kjo krijon një ndjenjë të fortë solidariteti në shoqëri. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: "Hani prej tij, ushqeni të tjerët dhe ruani një pjesë." Qurbani është gjithashtu një shprehje mirënjohës ndaj Allahut për furnizimin që na ka dhënë. Ai na kujton se çdo mirësi që kemi vjen vetëm nga ai. Kur besimtari thërr qurbanin me niyetin e pastërt, ai e bën këtë duke kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe duke shpresuar në shpërblimin e tij. Allahu thotë: "Pra thuaj namazi im, qurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Zotin e botëve." Ky ajet përmbledh thelbin e jetës së një besimtari. Çdo veprim duhet të jetë për hir të Allahut, përfshirë dhe qurbanin. Qurbani është një shkollë e madhe edukimi për besimtarin. Ai na mëson bindjen ndaj Allahut, edhe kur nuk e kuptojmë plotësisht urtësinë e urdhrit. Ai na mëson sakrificën, durimin dhe përkushtimin. Ai gjithashtu është një mjet për edukimin e brezave të rinj, duke i mësuar ata për vlerat e fesë dhe rëndësinë e ndarjes me të tjerët. Pejgamberi Muhammed, paqja qoftë mbi të, e praktikonte qurbanin çdo vit dhe i nxiste sahabët që ta bënin këtë. Ai vetë bënte qurban për veten dhe për ummetin e tij, duke treguar kujdesin dhe dashurinë për besimtarët. Në ditët e sotme, kur shumë familje jetojnë në varfëri, qurbani merr një rëndësi edhe më të madhe. Ne jemi shtrirë në 10 fshatra me dekada duke bërë shpërndarjen e qurbanave për familjet në nevojë. Këtë aktivitet mund ta mbështesni përmes shoqatës Kutia e Shpresës. Prandaj, neve na jepet një mundësi për të ndihmuar ata që kanë nevojë dhe për të sjellë buzëqeshje në fytyrat e tyre. Një pjesë e vogël nga pasuria jonë mund të jetë një ndihmë e madhe për dikë tjetër. Në fund, duhet kujtojmë se vlera e qurbanit qëndron në sinqeritetin e zemrës. Allahu nuk shikon pamjen e jashtme, por qëllimin dhe devotshmërinë tonë. Prandaj le ta bëjmë këtë adhurim me zemër të pastër dhe me niyetin e drejtë. Qurbani është një mundësi për të afruar me Allahun, për të pastruar shpirtin dhe për të ndihmuar të tjerët. Ai është një kujtesë se jeta jonë duhet të jetë e mbushur me sakrificë, përkushtim dhe dashuri për Allahun. Le ta shfrytëzojmë këtë ibadet për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të mëshirshme. Shoqata Kutia e Shpresës. Këtu mund të kontriboni për qurbanet tuaja. Assalamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij Fesnik Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë udhë të bekuar. Na baft Allahu dhe neve prej tyre, amin. Ejmain salihin siddiqin ulaika rafika. Thoti madhrishmi Allah në Kur'anin e tij famlart: Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, qurbani im, jeta ime dhe vdekja ime dhe çdo gjë e imja i takon Allahut. Pra, çdo gjë është në dorën e tij. Prandaj, vëllezër besimtar, si çdo vit që kemi bërë prirjen e qurbanave dhe kemi shpërndarë bashkë me Kur'anin, me literaturën islame në zonat e thella malore, në viset tona, trojet tona shqiptare, për që përkujtuar gjithë besimtarëve se kanë festën e vet Kurban Bayramin. Normalisht që edhe këtë vit, inshallah bi'idhnillah, në 28 qershor 2023, ditën e Bayramit, do bëjmë prerjen e qurbanave, do i shpërndajmë në qesën kur e fardhme në shumë fshatra shqiptare, ku baktit do blehen pra për besimtarëve shqiptar, ku ata përmes atyre pra parave do ushqejnë fëmijët e tyre për një vit, sepse ata kujdesen pra për familjet e tyre me ato bakti që i shesin, por edhe ai mishi pra që blehet, pra i qurbani që blehet, shpërndahet falas për nevojtarët dhe njerëz me nevojë. Prandaj të gjithë ata që japin dhe kontribuojnë në rrugën e Allahut, padyshim do të marrin shpërblim prej Allahut. Zoti thot në Kur'an: "Hal jazau lihsani ila lihsan." Mirësia me mirësi thej. Prandaj bëni mirë që të merrni shpërblimin nga ana e Zotit. Në një rast, një njeri kishte prerë një qurban në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai e shpërndau gjithë qurbanin, vetëm la një kopsht të vogël për vete. Dhe kur i tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tha gjithë ata që ke shpërndau,
Gjithë ato që ki shpërnda, pra, i tha, se ato e ki marrë dhe ki fitu. Kurse ato që ki mbajt, i ki mbajt. Pra ato që ki dhane, ki fitu. Pra nda jepni në rrugën e Allahut, sepse Zoti do t'ua shumëfishoj pasurinë tuaj. Për çdo fije të kurbanit, pra çdo fije të flokut, pra çdo fije që e ka në trup kurbani do keni sevap, sadaka, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur ju e preni një kurban, e preni për hatër të Allahut, për hir të Allahut, me gëzu nevojtarin, jetimin, njeriu me nevojë, por në të njëjtën kohë e plotësoni një sunet për suneteve të Resulullah s.a.s. po dhe pejgamberëve të mëhershëm, që Ibrahimi a.s. është një rast që na tregohet pra me Ismailin që e sprovoi Allahu, sepse ai kishte shpërndar gjithë kopjen e tij për nevojtarët. Dhe mbeti puna që të bëj kurban djalin e vet, dhe në fund Allahu i dërgoi Xhibrilin dhe i dërgoi përmes tij një kurban. Prandaj kurbani është një mesazh shumë i madh që ne duhet të flijojmë për hir të Zotit, të bëjmë namaz për hir të Zotit, të gëzojmë jetimet të varfrit për hir të Zotit, dhe normalisht kurbani kur prehet me bismillah Allahu Ekber, me emrin e Zotit, pra, dhe ka për qëllim për të përhapur pra sa më shumë mirësinë e Zotit në tokë dhe për të na i shërbyer këto kafshë që janë pra në shërbimin tonë dhe që janë në dispozicionin tonë. Prandaj këto kurban Bajram keni mundësi që të kontribuani dhe pra i keni gjitha informatat në foton e afishuar ku munden me kontribu ose me na kontaktu për detaje. Kurbanet që do prehen në video direct live, ku do t'i shehni live gjatë kohës së prerjes dhe do ndjeni atë kënaqësinë në për gjitha këto fshatra dhe visa shqiptare që po përhapet pra ky sunet i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kontriboni sa më shumë, shpërndani këtë video, sugjeroni gjithë vëllezërve dhe motrave, besimtarëve dhe besimtarëve që të kontribuojnë për hir të Zotit dhe ta përhapin mirësinë e Zotit edhe në këto fshatra të lëna në harres. Allahu ju shpërbleft gjithë juve që kontribuani. Allahu ashtov dhe u shumë fishoft pasurinë. Padyshim, ai që jep në rrugën e Zotit, Allahu ja shumë fishon pasurinë. Inna Allahu huwa ar-Razzaqu dhu quwwatin matin. Me vërtetë Allahu është furnizuesi i plot fuqishëm. Prandaj nëse ne japim për Allah, Allahu do të na shumë fishoj pasurinë tonë. Assalamu alaikum. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju.